Zgjedhjet e 11 maj, duket se janë drejt mbylljes, janë momentet e fundit. Ne do fokusohemi në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të emisionit për rreth 1 orë 15, 1 orë 20 minuta, po gjithsesi do shohim dinamikën e zhvillimit. Shpresoj që ndërkohë që ne do jemi ende në transmetim, do të kemi një tabel të qartë asaj se çfarë ka ndodhur. Këtë moment unë po bëj edhe një refresh tabelën e zgjedhjeve pra në të gjithë Shqipërinë. Deri tani ka ndodhur një ndryshim tjetër në momentet e fundit. Partia Demokratike ka humbur edhe 2 mandate tjerë, një prej mandateve ka shkuar për Partinë Socialiste në qarkun e Vlorës, ndërsa një mandat tjetër ka shkuar për Partinë Mundësia të Agron Shejt në Tiranë. Pra praktikisht me 83 mandate Partia Socialiste, 50 mandate Partia Demokratike, pra koalicioni për Shqipërinë, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 3 mandate Partia Socialdemokrate, 2 mandate Mundësia, nga një mandat Lëvizja Bashk dhe Nisma Shqipëria bëhet. Ndërkohë që ajo që është interesante është, po e shoh dhe njerë, nga ky moment jemi 1188 kuti të numëruara nga 2225. Pra kemi dhe 37 kuti të fundit për të vullosur rezultatin për partitë politike. Nuk jemi akoma, jemi në fazat fare fillestare të numërimit të kandidatëve, të votës kandidatëve, dhe nuk është përmbushur akoma vota e diasporës. Pra të vota e diasporës ka akoma probleme, duhet i kthejmë Komisionit Qendror Zgjedhjeve për ta parë votimi jashtë vendit. Deri tani nga diaspora janë hapur 71.300 zarfe nga 194.000 zarfe. Në votën e diasporës me 53.93% është Partia Socialiste, 28% Partia Demokratike, 8.46% është Nisma Shqipëria Bëhet Thurje, 3.47% Partia Mundësia dhe 2.64% Lëvizja Bashk. Duhet jetë edhe PSD-ja këtu diku, po partijës se s'po më del ndërkohë. Pra, praktikisht, vota diasporës është në thuajse 1/3 e saj, diçka më shumë se sa 1/3, ndërsa zgjedhjet priten të mbyllen në këtë panel. Pra, pritet të jemi, mund të ketë ndryshimet vogla nga vota diasporës, por duket se shifrat janë pak të konsoliduara, duhet parë dhe sa mund ndikoj dhe në çfarë qarqesh. Ajo që është, por llogarisja tani pak sekonda para fillimit të emisionit për të qenë pak më i saktë, ndryshimet më të mëdha nga mandatet e 2021, i kam llogaritur tani me dorë, Partia Socialiste ka kaluar nga 9 në 12 mandate, pra 9 në 2021 në 12 mandate në qarkun e Fierit, duke shtuar numrin +3, që është numri më i lartë, dhe zakonisht ka ndodhur Shqipëri vetëm raste përmbysjesh të mëdha, siç ka qenë 2013, po shumë rrallë që të kalojnë nga zgjedhje në zgjedhje. Në Elbasan nga 8 ka shkuar në 10 mandate Partia Socialiste, duke u rritur +2 mandate. Ndërkohë në Tiranë, deri tani është 1 mandat më shumë, në Tiranë vazhdon betejë në fakt, por shumë e vështirë që të ketë rikompozim pakën nga dhënat e deri tanishme. Në Dibër ka +1 mandat, duke kryer njëkohësisht një përmbysje, sepse nuk është vetëm 1 mandat më shumë, po është dhe përmbysje. Nga 3-2 për Partinë Demokratike, në 3-2 për Partinë Socialiste, duhet themi një gjë, Dibra është i vetmi qark në veri të Shqipërisë që është fituar nga Partia Socialiste. Të gjithë zonat e tjera, pra Kuksi, Shkodra dhe Lezhë janë fituar nga Partia Demokratike, ndërkohë 1 mandat tjetër e ka fituar në Shkodër Partia Socialiste dhe 1 mandat tjetër në Vlorë. Të gjithë bashkë bëjnë 9 mandate më shumë, duke quar në 83 mandate, kundrejt 50 Partisë Demokratike, 3 të Partisë Socialdemokrate, 2 të Mundësisë dhe nga 1 të Lëvizjes Bashk dhe Nisma Shqipëria Bëhet. Çfarë është interesante, nuk e di nëse mund ta hap këtu, do ishte shumë interesante të shinim një gjë tjetër, po. Gjëja që është më interesante është se në votë masive popullore, duke futur edhe votën e diasporës, nuk përputhet numri i votave me shpërndarjen e mandateve, dhe kjo është dhe një nga çuditë. Po të vini re, Partia Socialiste deri tani, pra kur kanë mbetur pak numrim akoma, janë rreth 120.000 vota të diasporës dhe afërsisht 30 ca kuti që nuk e di sa vota janë. Është tek 766.000 vota që mund të afrohet në kufirin e saj të 800.000 votave që ka qenë gjithmonë. E dyta është Partia Demokratike me Aleancën për Shqipërinë Madhështore, ku futet dhe Partia e Lirisë, si me sa duket në të zgjedhje,
është me rezultat vështirë. Me 499.000, pra rreth 500.000 vota, partia e tretë në Shqipëri është për Nisma Shqipëria Bëhet. Pra koalicioni Nisma, Thurje dhe Shqipëria Bëhet është 55.125 vota deri tani, sipas projeksionit Lapajt që më tha dje, pretendohet që të shkojnë në 70.000 vota, por me 55.000 vota, Nisma dhe Shqipëria Bëhet kanë vetëm një deputet në Tiranë, sepse vota tyre ka qenë shpërndar. Më pas vjen Partia Socialdemokrate me 48.000 mandate dhe Mundësia me 45.000 mandate. Pra Mundësia me 45.000 mandate. Vota. Ka 2 mandate, ndërsa Nisma dhe Shqipëria Bëhet me 55.000, 10.000 vota më shumë, ka vetëm një mandat. Pastaj vijoj me 21.000 mandate Lëvizja Bashke Arlind Qorit dhe me 19.000 mandate koalicioni Euro-Atlantik i Lulzim Bashës, i cili praktikisht është jashtë mundësisë për të pasur një rezultat të mundshëm vetëm në Tiranë, po i rikthehem Tiranës. Tirana në fakt e ka shumë të koklavitur situatën në këtë moment. Tirana ka akoma për të numruar 23 qendra votimi, por nuk e di sa është numri këtyre 23 qendrave të votimit. Aktualisht Partia Socialiste ka 212.854 vota, Partia Aleanca e Shqipërisë, Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka 155.000 vota, 155.000 të shoh këtu sa 155.350, e treta vjen Partia Mundësia me 22.231 vota, që shkon 2 mandate, e mbron me 5% po duhet parë se dhe ajo është në kufi. Nëse Mundësia i rikthehet pra Partisë Demokratike mandati, ndërkohë që me 2.77 Lëvizja Bashk ka të super ruajtur ka të ruajtur një mandat, ndërkohë me 3.29 ka të super ruajtur mandatin Shqipëria Bëhet dhe Partia Social-Demokrate. Problemi kryesor është, më nxirr pak një moment edhe tabelën me qarqe dhe mandatet, më nxirr pak njëshin dhe vendose tabelën nëmër 1. Në Tiranë janë 37 mandate, 12 i takojnë listës së mbyllur. Nëse unë shoh Tiranën këtu, i bie që Partia Socialiste ka 19 mandate, Partia Demokratike 13 mandate. Pra, Partia Socialiste ka 7 veta nga lista hapur që garojnë për të hyrë në listën e Tiranës, ndërkohë që nga Partia Demokratike vetëm një, pra 37 kandidat luftojnë për një vend vetëm deri në këtë moment, ku duket se gara më e madhe është mes 3 persona, do ta shohim më pas, ndërkohë në Elbasan po ashtu ka 5, do i shoh, po betejë kryesore është Tirana. Ne do kemi sot, tash pjesën e parë dhe pjesën e dytë, pjesën e tretë do keni material shumë interesant. Si u zhvilluan zgjedhjet e para në Shqipërinë, 31 mars të vitit 1991. Po të shihni, ky është momenti i parë, është atmosfera e zgjedhjeve, ishin zgjedhje, fest, mosnjohje, entuziazëm, ishte një miksim i gjitha ndjesive që njeriu mund të ketë në jetë, por gjithsesi jam i bindur që nëse pjesa jonë këtu e kanë përjetuar, ishin ndër gjërat më të bukura që Shqipëria ka ndërmarrë. Unë kam 4 ftuar në studio sot për këtë çështje, për të diskutuar për çështje dhe 4 lidhje drejt për drejta. Kam Ornela Çuçin, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mentor Kikin, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Anton Avilegaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mark Marku, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Pra, ishte paka shumë kjo platforma ndërshohet. Ka pasur sot një përplasje mes Agron Shej dhe numëruzve. Kam në lidhje, po i shoh që këtë moment Blendi Klosin, kryesuesi qarkut, pra drejtues politik i qarkut Dibrës, i vetmi qarku PS-ja arriti ta kthejë rezultatin dhe i vetmi qark i Veriut i fituar nga Partia Socialiste. Mirëmbrëma Klosi. Mirëmbrëma, faleminderit. Do më presër vetëm një moment se kam dhe Agron Shej. Mirëmbrëma Shej. Mirëmbrëma. Ka pasur një moment tensioni sot të Shejt me numëruesit, më jep pak materialin numër 2, lutem, dyshin. Keni fletët e votimit PSD-s. Mos e krahasoni me atë, keni fletët e votimit të PSD-s. Ja ku janë, aty janë, këtu. Ja, mos e shëndoj. Të PSD-s. Jo, të treja. Mos bëni lojra. Mos e iqë atë. Duhet që keni të treja llojet për të përdallimin, mos bëni lojra. Shikoni. Manipulimi i procesit zgjedhor është vepër penale. Manipulimi i procesit zgjedhor është vepër penale. Duhet i krahasoni të treja, jo një nga një.
Duhet i krahasoni të treja. Duhet i krahasoni të treja, nxirr tjetër, nxirr të tretën. Nxirr të tretën. Nxirr atë PSD-sën. Vendos atë PSD-sën aty. Vendos atë PSD-sën, vendosi të treja. Bëni jo të treja bashkë, jo një nga një. Lërini lojrat. Të treja, një të PSD-s dhe ato dy të tjera. Hajde, të treja, tregojni këtu, sillini këtu. Sillini këtu. Vot, jo, të PSD-s, shto atë të PSD-s. Lëri mashtrimet. Jo, nuk ka të PSD-s. Ishini ju që të një mashtrimet. Ky është mashtrim. E them se është e vërtet. Të PSD-s, nxirrni votën e PSD-s dhe të Partisë Mundësia. Hajde. Jo, mos e ishini atë, shtojeni atë lërini ile. Manipulimi i procesit zgjedhor është vepër penale dhe po e bëni në këtë moment. Sillini këtu. Stoni, të treja letra të votimit. Jo. Pra kanë qenë këto momente tensioni që janë bërë publike në rrjetet sociale. Çfarë ka ndodhur? Ndodhi që tentuan që të dista nga votat e Partisë Mundësia me një pretekst që gjoja këto flet votimi nuk kishin ngjyrë identike me fletët e tjera. Vajtën më thëritën aty tek qendra e numërimit dhe thjesht u detyrova të ngrija zërin edhe pastaj u dorëzuan. Atë se me ngritje zëri zgjidhen zgjedhjet apo me çështje ligjore? Pra kush vërtet më shumë e zgjidh? Po, do aprovosh një me ngritje zëri se çfarë të bësh, do të tregosh. Po kush po kërkonte të nxirrte të pavlefshme votat? Numërusët e asaj tavoline. Numërus të kujt forcave politike? Ishin të katërt aty në fakt. Nuk jam në gjendje të them se cila forcë politike kishte marrë iniciativën, po të katërt po mundoheshin të shpallin pavlefshme votat e Partisë Mundësia. Sa vota? Pasi reaguam, po në fillim thanë 7, pastaj thanë 3, pastaj thanë 2. Po mendoni që 7 në një kuti janë jashtëzakonisht shumë, sepse nëse bëhet e njëjta lojë në shumë kuti, kemi të bëjmë me shumë vota. Pastaj mos harrojnë që jemi shumë afër mandatit. Që pak vota mund të bëjnë diferencën. Po pse ishin me ngjyrë tjetër letrat e tua? Po si ishin me ngjyrë tjetër, nuk ishin me ngjyrë tjetër. Mashtrimi ishte që i shikonin dhe thoshin shiko se këto nuk janë identike. Do të thotë që një nga këto nuk është e vërtet. Kupton, ato ishin me vula, me të gjitha. Pastaj kur i thash meni dhe një të tretë, kur morën të tretën pastaj, zbuluan që të treja këto dallonin nga njëra tjetra, nuk ishin identike. Dhe nuk dhe i pyeta, cila është ngjyra e saktë këtu? Edhe? Ata si ishin gjendje të përgjigjeshin, kuptohet. A ti quajtën të 7 votat? Që kur ka filluar numërimi, urdhë? Ti quajtën 7 votat apo ti nxorën pavlefshme? Po, pastaj jo, i quajtën të gjitha pastaj. U dorëzuan, thanë, okay, janë të vlefshme. Atëherë sheha ju jeni tani brenda 2 mandateve në Tiranë, apo jo? Ne jemi brenda 2 mandateve, po mandati i dytë luhet për pak vota, kështu që... Që i cili luhet midis jush dhe Partisë Demokratike, apo midis jush PD-s dhe PS-s? Dhe Partisë Socialiste. Dhe Partisë Socialiste. Pra janë 3 parti që në 30 kutit e fundit, po luhet... Ja, do jenë dhe votat e diasporës. Se nuk e kemi llogaritur diasporën. Deri te kutia e fundit. Deri te kutia e fundit. Pra kur mund të kemi... E diasporës, do të taktohet... A do të ndaj vota e diasporës, kutia e fundit dhe diasporës? Vota e diasporës, po, kutia e fundit dhe vota e diasporës. Kur mendoni që mund të mbaroj dhe vota? Prandaj është shumë e rëndësishme. Kur mendoni që... Mendoj se do duhen ditë. Do duhen ditë që ta ndajmë sa do dali Tirana.